Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Rruga e Ndriçuar. Siç do të enjte mbrëma, edhe sonte me ne është profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë. Atëherë të nderuar shikues, sonte nuk do të pranojmë telefonatat, do të shkojmë me pyetjet të cilat na kanë ardhur në formë të shkruar, sepse na kanë ardhur shumë dhe mos tu him në hak edhe atyre të cilët na kanë shkruar. Hoxh, atëherë po fillojmë me pyetjen e parë. Nëse flem gjatë ditës, a ka shpërblim për agjërimin apo agjërimi shpërblehet në bazë të sakrificës së agjërimit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Në parim, adhurimit i ibadetet shpërblehen sipas mundit. E që është shprehje dëgjuese sipas sakrificës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Aishës: "Inma ajruki ala qadri nasabiki." Savapi shpërblimit është sipas mundit të lodhjes. Andaj, njeriu që lodhet më shumë e ka savapin më të madh. Pas argument tjetër, tek leximi i Kuranit dikujt i vije shumë rënd. Leximi i Kuranit e dikujt vije shumë lehtë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se atina që vije shumë rënd leximi i Kuranit, ai ka shpërblim dy fesh. E ka shpërblimin për lexim të Kuranit, si lexim të Kuranit, por e ka dhe shpërblimin për luftën e nefsit, për sabrin që e bën. Pra e shtyn vetveten me zër. Me lezu sepse i vije rënd, për çat rëndësinë që përjeton ai, ka sevapin te Allahu azza wa jall. Kështu që edhe tek adhurimet e tjera. Për shembull, një njeri pretendon me qenë sabah ka shumë vështirë. Jashtë zakonisht ka vështirë me zgjuar në mëngjes. Po tjetri veç me prek pak çohet. Lehtë. Do të falin sabahun. Do të i paguni madhe zot, nuk diskutohet. Por ky cili pe shtyn nefsin e vet me zar, me forcën më të madhe të tij, për mos gjuhë, më këndel dhe me marrë vdesin, më dalë në gjamije, kë shpreset e Zotit ta ketë savapin, për pas sabahut e ka dhe savapin e mundit përpjekjes të madhe që bën. E njëjta gjë edhe tek agjërimi. Ata të cilët punojnë tan ditën, ata të cilët flajnë pak, apo nuk flajnë ditën hiç, s'kan kohë, shkak punëve të mëdha angazhimeve, lodhja tek ai është më shumë, inshallah savapi është më shumë, më i madh. Por megjithatë, nëse flan njeriu gjatë ditës, ne nuk mund të themi se e ka humbë sevapin apo e ka humbë agjërimin. Sepse këtu janë mënyrë relative, dikush ka kohë më shumë të lirë, andaj flan ka pak ditën, natën e shfryzon me ibadet, dikush tjetër është shton ditën i zan, për natën flan. Tash shpresojmë te Zoti, ne shpresojmë te Allahu, që lodh të ketë shumë sevape. Andaj nuk duhet me pritu me agjëru ata të cilët lodhen shumë, sepse lodh për hatër të Zotit. Dhe lodhe për hatër të Zotit shpërblehet shumë fish. Po. Atëherë vazhdojmë me pyetjen e dytë. A lejohet të bëhet dhikri mëngjesit pasi ka lindur dielli? Po lejohet. Me po, disa ulema kanë thënë deri në drekë, disa kanë thënë deri pak para dreke. Po lejohet. Një pyetje tjetër në lidhje me zeqatin, thot a lejohet me dhënë zeqatin pa lejen e burrit? Burri nuk jep zeqat as vitra, pasi thot boll ju kam ndihmuar të tjerëve. Një gabim është kjo gabim fatal. Nuk ka kjo boll. Në zeqat nuk ka boll. Nëse ai thot boll ju kam ndihmuar, që tani tekstualisht i bie boll e kam dhënë zeqat. Tash, unë jetë të kështër, për mënyrë indirekte i bie, boll kam dhënë zeqat, boll kam nxjerr pasuri, pe pasurisë tam, më po du më rujt për veti. Ke i bie me sjell një krahazim, bollin fal. Boll kam agjëru. Dhe kjo ndodh të disa njerëz, subhanallahu. Ndodh të disa njerëz, madje nga pleqnia, kur i afrohen vdekjes, në vend se me shtu intensitetin e ibadetit, a i shka në lënë kërejt. Thët baldin falë, baldë këma gjeru, s'pa mëjt ashim lodhë. Ta në pun t'i banë. Nuk e një me lodhë pak,
Po, mundet me agjeru, dhe ai vetë di që mundet me agjeru. Por thot bëll kam agjeru, ose bëll jem falë, ose këtë rast, bëll kam dhanë. Në zeqat nuk ka bëll. Zeqati është sasi fikse e përcaktuar nga ligjvënësi, nuk është pasurie jotja. Është hak i shoqërisë, hak i fukaras, hak i të tjerëve. Për ata argumentet kanë ardhur shumë kërcënuese. Për shembull, për ata që nuk jap zakatin, për shembull, inna alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata thumma la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum dhuqu ma kuntum taknizun. Ata të cilët e të bojnë arë dhe argjendin për qëllim paran dhe nuk japin zakatin, përgëzoj ata me dënim të dhimbshëm. Atë ditë kur pasuria tina, këtë rast arë dhe argjendi, na jetë sekura, por në këtë kohë edhe pasuri tjetër çfarë do qoftë, skuqet në zjarë të xhehenamit dhe me të hekuroset. Ftyrat e tyre, balli tyre, shpinë e tyre, e djathtë e tyre, majtë e tyre, me zjarë. Dhe thuhet, shijoni dënimin e dhimbshëm për atë që keni ruajtur. Pasuria është emanet. Ty të ka dhënë Allah pasurin, mirë. Por një pjesë të saj kanë hak shoqëria. Ky është urdhri i Zotit, nuk është zgjedhje imja dhe jotja. Se Ramazan, nuk mund të themi se është zgjedhje jonja. Jo, marrja është urdhri i Zotit, dhe ne i përgjigjemi urdhrit të Zotit. Përndryshe pasën rreziku, pasën dënimi në fakt. I përgjigjemi urdhrit të Zotit, shpërblehemi. Ata që refuzojnë urdhrin e Zotit janë të rebeluar, pasën dënimi. Pra nuk ka mes asaj dhe mes asaj. Zakatin e ke bërë që musliman, me dhanë. Çështja tjetër, gruaja nuk ka të drejtë me nxjerr zakatin e burrit për tinzatina. Ja. Ja, se pastaj zakati ka nevojë edhe për niyet, është ibadet. Zakatin edhe vitrat. Për dy atë. Niyet është edhe vitrat. Po, vetëm se vitrat, rangu i vitrave është më i ulët se sa rangu i zakatit. Zakati është më i lartë, sepse është farz i prerë. Me argumentet prera. Del pi dinëve më huate. Dërsa vetrat, mës me dhani ki agjerimin mangu. A se qatë mës me dhanë e ki xhehenamin, dallën. Vetrat është më ndryshe, sepse më nja bërë me dije dhe nuk bërtet shumë, me thani dhash vetrat për ty e për këtë familjen. Por zakatin, a i ka thonë nuk du me dhanë. është shpresë nuk du me dhanë. Të shka në jap tinzatina, mas pare s'ki drejt me manipulun pasuritina, palenin tina. Të burët këtë rast. E dyta, a i zakatin s'po da me dha vetë. Qysh e japti? Andaj, mëse bën një veprim të tillë, dhe s'ke nevojë. Dhe s'ke të drejtë. Po. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, a lejohet mi ia dhëm vitrat një fukaraje që nuk agjeron dhe pin duhan? Jo. Ja. Përpas, nëse ka fëmijë kallavllak dhe në të varfën, atër bleju është që mos ja para. Por në parim ati që nuk agjeron dhe pin duhan, mos jap as zakatin, as sadaqatul fitrin, sepse ai është rob i rebeluar. Kupton që është i rebeluar e ka mendjen e madhe, nuk do më një për Zotin e vetë. E kur nuk një për Zotin e vetë, unë për Zotin tem pa gjërej, për ri, pa hamar, pa pi. Unë për Zotin t'jepë t'jepë t'i parët, për hatër Zotin tem për t'jepë t'i parët. Qa t'i Zotin që t'i pja këthe shpinën? Ti për rebeluash dhe i tina, ti për rritmeni dhe i tina. E jo. Jo. Kam kuj nepë të tërkuj, nuk t'i jepë. Ja, Maria. Sa i mund t'i të dhe besimtar, këtë e mund të më qenë, se i rebeluar, dhe me thonë, edhe i dalë për dini kajtë bre. E dinë që është farës.
agjerimi, edhe nuk agjeron, plus asajnë e pëndohën edhe në publik, mi tërgu të tjerve se unë nuk një për Ramazan, nuk një për Ramazan të anë, edhe unë nuk për një për ty, edhe s'për të epi. Që të më e bëj, kur gjë ma shumë s'me i bëj, që të po, sadakan nuk të epi, a zeqatën s'tepi. Vesh nëse ki ta fërëm, ose që thash, dhimen familja ti, thmija ti, gruja s'për një burë të rebeluar, arrogant, ka thmi ka la blak, dhimen ka njerë, këtë rast, o jepja grus tinza, ose blej harsh fëmive, dhe të përdorin ata. Po jo këti asese. Po. Një tjetër telefonues pyet, a ka agjerim pas muajit Ramazan? Po ka agjerim ton vitin. Ka agjerim ton vitin, për quhet agjerim na file. Sigur se namaz, a ka namaz tjetër pas kohë namaz, farës e ditës, po ka na file. Ta në tojnë kategori. Sënet e muekede, namazet natës e të tjerë, dhe të ka agjerimi. Sënet, ma i fort, agjerim i përgjith shumë, e kështu më radhë. Tanëm tajtëm, gjdo muaj, gjdo jave, 30 mesmet, gjdo muaj, atje të hashurët, dita 10 hashurëve, jashtë ditë para, jashtë një ditë mrapa, 2 ose 3 ditë, dita Arafatit, ka agjerim. Dërë me agjeru muaj Muharram, Rahan, një pjesë madhe ju krejt, dërë me agjeru që muaj të shajnë për gjësi, dërë me agjeru që muaj Shaban, dhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjeru shumë muaj Shaban, ma shumë se çdo muaj tjetër, por ju krejt, pra ka agjerimi sa dush ka. Agjerimi një ditë për një ditja, që është agjerimi më i kompletuar, fakt është agjerimi më i mirë që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është agjerimi vëllat e Davudit, ai kanë yasumu yawman wa yuftaru yawman, një ditë agjerante, një ditë e prishte, e që është pra agjerimi më i ngritore, një ditë po një ditë jo, kam në përvar ulemat e selef edhe në këtë formë, si Abdullah bin Amr bin Asi dhe të tjerë, pra ka agjerime sa të dush tjera, por asë një ato nuk janë farz, shqyqërë zotit. Farz është muaj Ramazan edhe kaq. Ke pun, angazhimin dënja, mjafta me Ramazan edhe hecë. I kryu borqet e Allahu. Ke këtë lirë, dërë më ngritë të zotit me agjerim, ke hapsirë sa të dush. Se të cëllë, e shqyrë vetën e vetë. Këto jem të gjithë barabara, farz. Këto nuk gëzojna me thonë, s'pa muj. Na filen vëllatare është çështje vetë fakti vëllatar, dhe me thonë kush dën. Po. Pyetja e radhës është në lidhje me respektimin e prindërve, thot a të sillen mirë me babain megjithse ai e shan fen. S'ki çaj bën, babë ki. Do që ruju, mos e ngacmati për me shaj fen. Mos e ngacmati për me ta shaj fen. Por mendo me këshillu me të but bile vesh të thini kërkesë kam. Nëse kam mundësi. Nëse kam mundësi dhe sa do pak më respekton si fëmijë, firmës ma shaj. Qka të dush bët dora, veç firmës ma shaj. Se instinktivisht pa dashje, po prejk në shpirtnisht fort, e ndoshta për bëjnë do një reagim, pëse më ka himu se vlad kërshi babës, jemi të bërtit, jemi të angrit zanën e, po du të kom babë. Mësë ma shaj fi. Lem mu rahat. Për ndyshë s'ki që e bërnë babë e ki. Qa kemi babë? Ka spravu Allahu me një babë të tillë. Sproverand është kjo për ty, por kjo kalan, ama për te s'kalan. Nësa i vdes në gjendje, te ati gjenazën nuk bën mja falë. Dhe hoxhën më se thërë. Ose nëse vjen hoxhë, ka lëzhe hoxhë që babë sem nuk bën mja gjenazën, s'bën mja falë. Sepse kjo, ka më hu dinin e Zotë, kjo ka shafin. E që bje ka bë kofër. Për pështjelëm që aty me qefin s'prish pun me qefin me pështjel, unë gjë është lesë ka jo, por gjenazën nuk e falë. Asë nuk e lajmë gjenazën, nuk e pastroj. E pështjel me shtimë dhe e më lojmë dhe jesëm të shpija. Asë bëjmë doa për të asë lutë asë kërqë. Fund. Nëse të edhin që baba e këtë gjendje vdes, haram e kemi a falë gjenazën babës. E ta na e shahtë këtë shkanë. E ndreqen ato. E mire për shpirtin e vetë, që më hëndinin e Zotit. Mire. Që më hëndinin e Zotit,
që e shanë fejnë e Zotit. Mire për shpirtin e vetë. Allah runa, ja Rabbi. Po? Pyetja në vazhdim është çfarë e bën kamatën kaq mëkat të madh? E bën ajetet koranore. E bën pasojat të saj. Pasojat të saj. Për nga argumentet janë ajetet koranore. Për nga urtësit, pse ka mëkat i madh, këtyre pasojat të sajna. Vetë shikoj pasojat të sajna. Unë jam mundu me i numëru disa për tyne, sepse këtë temë edhe shpjegojmë studentave në fakultet. Në vitin e tretë, ku flasim për shitblerjet. Dhe 12, 13, 14, 15 urtësi, zbashkë me studenta, se cila për tyne është më bindse se sa tjetra. Është më forë sa tjetra. Kamata dhe begjozi e shkatrojnë në shoqërinë. E shkan gjithë edhe alkoholin. Individin, familjen, shoqërinë. Kamata e shkatrojnë në shtet plot. Apo do një përcive, një shtet plot. Imagjino që ka bën shtetet e forta. Shtetet e forta kanë parë ballë rezervë. Shkojnë në herë nuk i lënë shtetet e varfra më ngrit. E tani në formë kënëse të ndihmës, të solidarizimit, shkojnë i afrohen dhe thojnë. Ti ke nevojë për me rregullu aeroportin, me rregullu këtë, mjekësinë, arsimin e tjerë, po s'kem parë, jo në ata po. Jo, na kem parë, na jena mes, na jena shok, na jena solidar. Ta pëm parë ty. Dhe që ta nërisëm na krejt. Që me bënë që për të këthi parët, për 20 vjetë, 30 vjetë me këthen ti më parët, me 10.100, 12.100 shtesë, komatë. Sa nësë kushton kjo. Dhe shkon, gradualisht, projekt pas projekti, e fut shtetin e vogël të dapt në barqë dhe këtere në fetë. A i që të borqë, së një këthen edhe 200 vjetë, se le mu komatën e cila pastaj i shtohet për çdo vjetë. Vjen duke shtu komata, aja 10 ka qenë, po kësë në lanë, të shty, të shku, të zgjatë koha, të shtu komata, deri sa të bëhet komata, gati sa borqë krejtë, sa shumë e borqët. Edhe shteti falimentar. Në shtet plot e shkatërron komata. Se le mu një individ, sa njëri janë gjithë vetë elitarin, shka komatës. Sa njëri ju prishet me grune vetë, e gruja me borën e vetë, shka komatës. Sa? Sa vrasja, se këtu fut edhe fajja, para me fajt e komata, vetëm se ke banka është legjitime, kjo është në zezën. Sa vrasja, sa prisha profesionore, raporteve shoqërore, sa falimtimin biznese, sa la ilaha illallah. Kamata është virus në ekonomi dhe në shoqëri. Është shumë e poshtë. Shkatërrues është. Kamata i apen gjakun me pamuk individit dhe shoqërisë. I abjen punën njeriut 24 orë me punuaj, me vitet të tëra, me dekada, me harruvet vetën e vetë, fëmijën e vetë, veç për mënu mi la borqet. Për ndryshe pasën burgu, qëtë për shpis, ta më rëshpin, sa njeri do në sakak. Sa njeri është dëtëru me dalë në sakak në rrugë, me gru me fëmijë, shka kamata. Sa ka, sa të dush. Sa të dush. Të kërdele në sakak, nuk o thjesht humbja një banese, ose një shtëpije, ose një prone. O pasoja që dulë kënë rrugë. Prishja raporte me zvetë, jem fështinë t'i gru, jem fështinë t'i burë. Atë kapën sefte. Shkatërrim e familjes. Kër ka njëri nga rkesat më që s'më një lanë borqet,
Ato që vinë të shtu, se më rëzhume, depresioni. Depresioni, nga rkesat e mëdha, shkaktojnë smundje, çrregullim mendor, çrregullim shëndetësor. Tensioni, yndyrra, sheqeri, shkatërrojnë njeriu pra ja shkatërron shëndetin fizik, shëndetin mendor, ai nuk ka më vetvete e vet, ai nuk del me menuar si njeriu pe depresionit të madh. Ja shkatërron familjen, ja humb shoqërinë, deri tek shkatërrimi dhe pasionisë që ka, dhe edhe në shtetë do e prish. Andaj, nuk ka rastësi të Zotit. Urdhrat e Zotit kanë urtësi të përkryer, sepse vetë Allah është të përkryer, dhe cilësitë e tina, emrat e tij të përkryer, të përsosur. Andaj edhe urdhrat e tina janë të përsosura me urtësi, si puna e xhirimit. Mund të dikush i paranon vetveten, ju musliman, përmendoni vetveten, pëlloni vetveten. Ini ma të plakshte, ma pak mëni me dhonë rezultat në punë, mund me thonë, mirë, nashta. Por, kjo është një, është të quajtur pasoj, si mbas teje. Që po mundohesh nëpërmjet sajna, me na bindë neve se agjerimi së është i mirë. Apo urdhëri për me agjeru nuk është me vend, këthe ka dush. Por, këqëri dobit e tjera të agjerimit. Pas mundesh me nëmru. Andaj, ai cili dënë, me gjëks hapon, pa ndonjë fanatizëm, me kuptu të zamë veçorësit e Ramazanit, lërëmët të namazët, lërëmët këtë fesë, ai veç gjënjëzohet. Thot, vazhdoni se kjo ka hak. Pra veç të me studiu, me kuptu sanet. Por nëse musliman pare me dim se që na ka urdhëruar Zoti, me ba, është e mirë. Për ne, Zoti s'ka nevojë. Që na ka ndaluar Allahu, është e keqe për neve. Zoti se pengon ajo. Harami jon. Zhytja jone për mëkatën, veprat këqija nuk e pengon Zotin si bëdëm. Për ata kanë hadith kutsi, o rob të mi, dobia ju, puna e mirë ju nuk arrin të onë, mu dëmë së më harë së më bënë, po edhe keqja ju nuk më arrin të onë, mu dëmë së më bënë, për vete keni. Po. Një tjetër telefonues pyet në lidhje me namazin pa çorapa për femra. Dohet me falë me çorapa femra. Dhe kemi të seksa sa herë. Simbas mendimit të shumicës absolute të ulemave, duke pas parasysh hadithin e Muselmes, hadithet e tjera, dohet me ku pejgamberi ka ardhuru sallallahu alaihi wasallam me pas teshën e gjatë, me zhak për tokë me shku, pra mos qëllimi se duhet femra, shputa. Dohet me mbulush femra shputën. Dhe se mendimi më i fortë të ulemave, trupi femrës i tëri përpas fytyrës dhe shëplakët e durve është avret. Edhe është hadithi i Esmas, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja Esma tash ja rrit, dohet të mbulohesh illa hadha wa hadha përpas kësajna dhe kësajna. Mos ka dhënë përpas shputave. Pastaj Hanefit e kanë një mendim se shputa s'është avret. Hanefit kanë menduar larg, Allah i pas mëshiruar. Ata kanë pas parasysh elementin e varfërisë, të skamjes, pra të motra të cilat shkretat punojnë me çorapa, punojnë dath, s'kan çamathin. Që ato që kanë i qkyhen, namaz është e përditshëm, s'ka mundësi kanë nërë me bleja ja. S'ka! Pra rastet ekstreme, traunda, ndërsa kushte normale se kur se sëtë, po del pa çorapa në rrugë, e ke shfaq avretin, po fal namaz pa çorapa, e ke shfaq avretin, dhe se rrjedhoj dje se namazin e kije një pikpyetje shumë të madhe. Po. Shkojmë një shkëputje të shkurtër marketingu dhe kthehemi përsëri në studio me pyetjet e juaja drejtuar Hoxhës.
Rikthehemi në studio dhe vazhdojmë me pyetjet të cilat na kanë ardhur në formë të shkruar. Hoxh, një pyetje tjetër është, a lejohet nxjerrja e zakatit të fitrit në ditën e fundit të Ramazanit? Po, gjithsesi, bile është më mirë në 2 ditët e fundit të Ramazanit, sepse kështu zakonisht që ka në hadith Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, nxjerrim zakatin në ditët e fundit të Ramazanit, 2 ditët e fundit të Ramazanit. Zakonisht në atë kohë muslimanët të nxjerrin zakatin deri ditën e Bajramit para se më fal Bajrami. Edhe ditën e Bajramit bën pra natën e Bajramit, ta natën bën me nxjerr zakatin, bën ditën e fundit, bën natën e Bajramit, bën ditën e Bajramit në mëngjes, me kush para se më fal sabahu. Po e fal sabahu dhe nuk e kanë nxjerr, që ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të do të më dhon prapë por sadaka thjesht, nuk e ka mu rolin e sadakatul fitrit, por sadaka thjesht e kryve një borçin kryve, por në formë kaza si bie kja. I bie si në formë veç me bo kaza, a me sevapit ka ik. Andaj, dohet me dhanë para se më fali sabaho, para se më fali Bajrami. Kështu që bën pa problem me dhanë zakatin ditën e fundit të Ramazanit. Po. Një telefonues sadakatul fitrit fjala është. Po. Një telefonues pyet si të agjeroj gruaja me çrregullime menstruale. Normal agjeron. Ato ai nuk e pengon. As pak. Ajo të namazit dhe të marrën avdes për çdo namaz. Për ndryshe, për agjerim s'pengosan. Normal agjeron krejt. Qoftë se fërsiton musliman, hani iftar stan musliman, këtë në rregull. Vetëm kur koha namazit, do të më marrë avdes për çdo namaz, asgjë tjetër. Po. Si duhet të agjerohet në vende ku dita është shumë e gjatë? Me agjeru se në ato ku dita shumë e shkurt, njëjtë. Ku dita shumë e shkurt, qysh agjerojnë, qashtë agjerojnë ku dita shumë e gjatë. A javkana aty në kur kthehet tani dimnit, edhe bëhet dita shumë e shkurt sa të ne, bëhet 4 pasor me agjeru. Ka vende në perëndim ku dimrit jenë 4 pasor me agjeru. Kur të kthehet verës pastaj, i bie 4 pasor me pas mundësi me hongër. Se që e kthehet në kundërtën. Sa ka qenë nata shkurt, tani kthehet dita shkurt. Kështu që verës i bie aty me agjeru ndoshta 20 orë, dimrit i bie me agjeru është 4 orë. A javkana që me agjeru 4 orë, le ta bojnë këtë 20 orë. Zatë njëra për urtësive të agjerimit, njëra për urtësive, pse agjerimi është me hanë, namaz është me diell, lind dielli, perëndon diell, namaz me diell. Agjerimi është me hanë. Njëra prej urtësive, pse i madhi Allah e ka lanë agjerim me hanë, është që mujt hënor sillen gjatë tërë vitit. Përkundër mujve diellor. Mujt hënor, për shembull muaj Muharram, që është muaj i parë. Tazami si vjet fillon dikur, ku i bie dikur, mas 13 ditë, kur i bjen, tash jena në mars, apo prill, maj, qershor, diku ka fund qershor. Tazami korrikën. Themi i bie muaj Muharram, muaj i parë, hijri, po filloi kanë korrik, po filloi ka. Po ai gra për çdo vjet nga 19 ditë parafrasisht, ik ma këndej, ik ma heret, ik, deri sa të vjen dimën, të vjen dhjetore, të vjen nëntore, të vjen tetore, tani shtatore, tani gusht, tani të kthehet apet me vendin e vet ku ka. Për diku rreth 33 vite. Po ashtu edhe Ramazani. Dhe jemi duke parë ne, për shembull para 10 viteve, 12 viteve, agjeronim në korrik. Tash o këthyn këtan ka ik edhe ardhë në mars. Mas një 10 viteve, vije dikun atje të janari, ose një pjesë janari, një pjesë e dhjetori, të që vije koha me shkurt, dhe kështu sillet. Pra, herë në vije me gjatë, herë me shkurt. Njërë që mi përvu e robit të gjitha. E përvan kur është me agjeru vështirë, e testën sabrën e vetë, sakrifikon për Zotin e vetë, lodhët për Zotin e vetë, por një të në kohë, edhe i vje koha dimnit kur agjeron lehtë.
Andaj ata që kanë ditën e gjatë duhet me agjeru, përpas nëse agjerimi rrezon dikon, nga shëndetës më në agjeron, është mesele tjetër e prish qatë ditë, përse prish ditë e tjera. Po. Edhe pyetja në vazhdim është lidhje me agjerimin, thot kam hangër deri në kohën kur ka thirrë ezani i sabahut, si të veproj? E bën kaza. Sepse ezani i sabahut thirr 20 minuta pasi dalim saku. Pra do me lanë, ka hangër minimum 10 minuta, ma vonë ka hangër të mas pak, të 10 dhe 15 minuta të ka hangër ma vonë. Andaj e kompenzon, kur gjë kompenzon e ditë tjetër edhe kaq. Bjen istikfar, para ditë edhe kompenzon e ditë tjetër, kaq. Ditë për ditë, një për një, po. E prish agjerimin dalja e gjakut? Jo. Dhënia e gjakut për analiza, ose mi ndihmu dikujna me dhënë gjak, ose derdhe e gjakut për trupit, edhe vetiju ka pas plau, ka dalë gjakën, nuk e prish agjerimin. Sepse agjerimin e prish diçka që futet në trup, e jo që ka del prej trupit. Pyetje tjetër është, a lejohet me prish agjerimin nëse kemi ekstrem etje të madhe? Kjo ekstrem etje të madhe është në mënyrë relative. Dikush që ti mund të brej, më qëtu marova, kur të pin pak ujë që ka bane. Ndjenje ka që ashtu, në fakt nuk është shtu shumë. Por, nëse ka ulemat i kanë se këtë mesele, ka thonë se njeriu ka etje ekstrem të madhe, po djedhuri ekstrem të madhe, që ka frikë se po vdes për etjes, për hub kontrolën, për hub vetdijen, nga etja e madhe, sundëron, rrëzohet, bjen, e prish atë ditë. Por pse e më qëtu unë, e Ramazan për çka është? Ramazan për çka është? E më qëtu fort, ta do me qëtu ekstrem, qëtu ekstrem, pas lejohet me prish. Sepse Ramazan është me të lodhë, me të qëtu, me të nëtu. Dërsa në ekstrem në atë kuptim që ke frikë se po çka të rënë. Ke frikë se po çka të rënë. Ke frikë se po alavenosash, po bjen kom, po tup vetdia. Është mesele tjetër. Atër ka arrit një shkallë ekstreme. Dërsa thjesht, pse njeri për në gjatë dite, se të më kanë bërë buzë, shkërëm, me bërë me ardhë iftar, inshallah presim, veç uj, biram, më sëmber, bëk. Në me kështë, ka kap etja, fort, po kjo është normale, në gjerim. Në ditë e gjata, ditë me punë të rana. është normale, dhe këtë ditë muslimant, për ata muslimant e presin, kur vje vera, ta muslimant e din që këna më lodhë ma shumë. Të në ata që kanë punë fushë, ata që kanë punë për natyrë, me punu në ambient hapën, ndërtim me këta diu, ata e din që kanë maran. Por pëse që kesh pregaditën, edhe ja kalojnë, ja kanë kaluhe. Prej që 600 vjetë, sa është feja të këne, dhe sa herë ka ardhë verës, agjerimi, a kanë punu punë të randa, partë të tonë, më nuk diskutohet, por kur prish se kanë. Pra kanë pas eti ekstreme po pasha Zotin, por prish se kanë. Kështu që etja është vetveti, është rrjedhoj, është rezultat, është fryt i agjerimit. Agjerimi është për me të kaplu etja, me të kaplu uria. Bajrami është me të fri barkit të marrë të pi. Agjerimi është me të zbras barku, me të dehidru, shkaj s'ke laungje, s'ke uj. Kjo është një test sprov e robit për balë diçka, që ka dënë trupi fort, për lënë të për sakrifikant për hatër, për urdhërit Zotit. Kjo është sprov test. Sikur se me thonë një thmisë, a i që ka marak thmi ma shumë ti, ka lojna marak. Ta një për lojna, ka diçka shumë lojna. Ta është i thua, nëse bënd që ato, nëse lënë nuk lunë që to, tepi që ato. A i dënë këta, e dënë ata dhe këshyrë. A me marrë këta, a me marrë ata. A me marrë këta, a me marrë ata. Që i bje kjo? Për testan fëmijë. Për testan fëmijë. Allahu dhe më nësë pravu neve. Sa im gjendje me lanë ushqimin, me lanë pijet, pra me lanë bukën që ta lypë trupi, për dit ta lypë trupi, për hatër të Allahut madhërua. Është një test, dhe ju i lehtë, për ata se vapi është shumë i madhe agjerim, se sprova është të randë. Po e kaloj muslimant, kanë kalu për edhe fëmijavre, e kanë kalu dhe kalojnë.
dhe janë duke kaluar edhe sot e kësaj ditë. Veç dënë vullnet, me pas etikat, kur thënë pleqt, vullnet, bindje, mbështetjen në Allahun edhe hecë. Po. Një telefonuese pyet, pasi kam hëngër iftare, kam vërejtur se më ka ardhur cikli menstrual, a vlen ajo ditë apo duhet ta kompenzoj? Nëse ka ardhur qoftë 5 minuta para iftarit, nuk vlen e ditë. Nëse ka ardhur edhe 5 minuta para iftarit, pra para se bëj iftar, e vërtetën se ka ardhur cikli mujor, nuk konsiderohet e ditë, dohet ta kompenzoj. Po. Një pyetje tjetër, prindërit a shpërblehen për agjërimin e fëmijëve të tyre që nuk është në pubertet? Gjithsesi, për çdo vepër që e bën në vladi shpërblehet prindi, sepse prindi është faktor, është shtyrësi kryesor që fëmiu pa agjeron apo pa bën një punë të hajrit, andaj vijeti sevapi patjetër. Po. Një tjetër telefonuese pyet, nuk më lejon burri të agjeroj, a ta dëgjoj apo jo? Burri nuk po dëgjoj për agjerim. Burrin me dëgju për agjerim është haram, nuk lejohet. Nuk ke të drejtë as ta ves, ta pësësh, as ta ndëgjosh burrin, kur thot me agjeru apo me s'agjeru. Ti për veti, vendas për mu ja. Agjerim nuk është kolektiv, agjerim është individual. Ka obligime që janë kolektive, ka obligime detyrimit që janë individuale. Këto janë obligime individuale. Namazi, agjerimi është individual. Për agjerim nuk pytet robi, për namaz nuk pytet robi. Është urdhër i Zotit. Dhe kërë meselja, as me sep hapësirë më diskutu bile, burët, heqë me tha për të sila, nuk të pyti, pa mbarë, se është rezultate. Nuk të pësë. Po. Një tjetër pyetje, nëse gruaja me menstruacione apo lehon pastrohet para lindjes së agimit, por nuk lahet, veç se pas lindjes së tij, a ka agjërimin e plotë? Po, patjetër. Po. Gjithsesi. Ka obligim agjëru dhe ka agjërim i plot. Nëse pastrohet, para se mi him saku, pranë këtë së fyrit, por nuk ka mundësi me pastru, nuk e ka patjetër, anë së fyr, e pastaj letin kua sabahut, dal nga dal pastrohet, edhe fal namaz, sabahun, krejt në rregull është e. Një pyetje tjetër, një grua ka lindur fëmijën e saj në fillim të Ramazanit, pa mundur ta agjëroj atë. Pastaj nga frika e dobësimit të qumshtit nuk mundi ta kompenzonte. Po ardhur Ramazani tjetër, ajo prap mbeti shtatzën dhe kështu i mbetën 2 Ramazane pa agjëruar. Në këtë rast, çfarë të bëj me Ramazanin e parë që e ka arritur i dyti? Ai lejohet që ta paguaj me të holla agjërimin e parë apo si t'ja bëj? Pse ka mbet shtatzën në agjërimin e Ramazanit dytë, çka ka pengu? Për pas nëse ka mbet, ka qenë shtatzën në muajin e 7, muajin e 8, muajin e 9, prakt lindjes. Nëse shtatzania muajin e parë e 2 s'merret vesh, merr shqip të mirë ha, po shë ka pak ditën, ma shumë për shose sa zakonisht, rënatën qut në mënyrë që të na i qut të marrë langje, të marrë ushqim, ditën mos lëviz shumë për mos me harxhu langje, dhe agjeron, ku këtu vështërsia. Për pas nëse ka qenë së murë, për ndryshe thjep se është atzan gruja, bile në fillim, unë nuk kujtej që nuk arsye e me agjer, mos me agjeru. Se do që tjetë, do të më kompenzu tash, nuk bën me para. Është rregull. Personi i cili ka mundësi me agjeru, me kompenzu Ramazanin me agjerim, si udhëtari, i sëmuri, femra, shtatzan apo gjithanse, nuk ka të drejt me pagu për do të me agjeru. Me pagu është për personin i cili nuk ka shpresë se mundet me agjeru, se përmirësohet gjendja e tij, se fjala vije i sëmuari me smundje kronike, ku nuk shpresohet që shërohet dhe plaku i shtyrë në mosh. Se nuk shkon të përtri, për shkon të dobësu. Ai kur smujt me agjeru si vjetë, që shmëret në mëtë, ati e pagujna. Edhe ti të smuarit në smundje kronike të randë, e pagujnë. Por nuk e pagujna grus shtatzan, grus gjithanse,
musafirit të udhëtarit, apo të smurit me smundje që nuk ka mujtë me agjëru 1, 2, 3, 4, 5, në ashtë Ramazanin. Por kjo smundje ka qenë e përkohshme, që ndodhë njerëzve, ja operacioni, ja ndej, ja këndej, por o këndele morri vetër mas andej. Ka bërë që, sepse po mundet me agjëru. S'ka pengesa me bë kazaj. Pengesa nuk ka, andaj, i obliguhet me bë kazaj. E kështy 2 vjetri, me qef se kështy, kur gjë, është do të me agjëru, ma shumë Ramazan, Allah i të një moftë. Nëse jarën diti se të bojnë 5-6 tani. Po shenë edhe nëse agjëra. Tharëm taj të dimit kur është koha shkurt, nëse agjëra ka 1 muj ditë. Adaptohet trupi se mërvesh. Po. Një pyetje tjetër, nëse burri e detyron gruan të bëjë marrëdhënie intime në Ramazan, si duhet të veprojë gruaja në këtë rast? Nëse detyron gruaja nuk ka kur gjë. Përpas e bën kaza, ndërsa burri ka dhe kefaret. Me agjëru 61 ditë. Dhe mu pendu të Allah Azza wa Jall. Kaq. Gruaja pendohet i bën istikfar, ani pse se ka bë me vullnet, por kompenzon me gjithatë 1 ditë, ndërsa burri duhet më pendu të Allahu dhe me kompenzue 61 ditë. Ani pse ka mendime të ulemave dhe më rënë se sa kaq. Se duhet edhe për gruan mja pagu gruas, por kjo inshallah mjafton. Ai për veti bjen istikfar, e kompenzon 61 ditë pa ndërprej, dhe kaq, përsa gruaja vetëm e kompenzon. Dhe bjen istikfar anë pse se ka bë përsëris me vullnet. Por istikfar më është mirë e robi. Sepse se vazhdo. Pyetja e radhës, çfarë mund të bëjmë natën e Kadrit? Natën e Kadrit? Më përkushtu, mas pare nuk e dim kër është natë e Kadrit, nga se natë e Kadrit nuk është e thane që të jetë ditën e natën 27. Por natë e Kadrit mundet me qenë natën 26, 28, 25, 29, 24, 23, 22, 21. Pra 10 netët e fundit. Andaj në çdo natë, për një 10 netët e fundit, do të fokusohemi në maksimum në adhurim, në ibadet. Natën, me falë namaz ma shumë. Nëse dim Koran, me lezu Koran ma gjatë. Me bu doha dhe lutje, istikfar, me najtë në seshte, me përgëtu Allahun, me madhuru Allahun, me falendëru Allahun, me kështu me radhë. Shfryzu natën, me ibadet, format ndryshme të ibadetit. Pyetja tjetër, a ndikojnë mëkatet në agjërim dhe a e prishin agjërimin? Mëkatet e zbejnë agjërimin fort. Mëkatet e zbejnë agjërimin e zbejnë për tokë. Por nuk e prishin agjërimin. Nuk mund të themi se një person i cili ka bëndu një gjëna gjatë ditës, Ramazanit, do të kompenzoj. Jo, sepse Ramazani prishet nëse fu diçka në trup. S'ka hangër s'ka pi, por ka bëjë gjëna, ka rajt, a hangër me dikan, ka shpif, ka mashtru dikan, rona zët. Kë ka bëjë gjëna, ma dje gjëna të madhë. Por agjerimi nuk e prish, e dëmtan, e humbë sevapin. Pse humbë sevapin? Sepse kë urtësit, disa urtësit e agjerimit, jo kërë disa urtësit e agjerimit, kë nuk pëj zbatan, nuk pëj merë parasysh. E që përsive të agjerimit është, shka thamë për me hadis sallam, edhe kane ju me sa me ahadikum, fe la jerfeth, wa la jefsuk, wa la ashab, wa in qatelu ahadun, o in sabbe ahadun in qatele, fe li kull, inni sajman. Kër agjeron dikush për ju, mës të shanë, mës ka ca fytet, mës përgajan, mës pra truhet për gjithë seni që a mund del për gojës tina e pahjeshme. Ma dje, edhe nëse dikush ka ca fyt, apo debatan për limizan me te, pra shprega dëshmeria, i dërë më kap me ty,
Që mëse zavështu, inni sajmën, unë i magjerushëm. Por nuk jam gjendje më hangër me kërkan. Sepse pra për urësive të agjerimit qenka, ku e në mbyllë, o hajrë, o heqë. O hajrë, o heqë. Dash kur si përfil këto urdhëra të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ke anashkalu këto urësi të agjerimit dhe se rrjedhoi agjerimin këtë dopsu. Është problem, por nuk e prish. Për pas të dhahirive të cilët kanë thënë se e prish. Po. Kujsë ndëruar, këto ishin të gjitha pyetje që patë mundësi t'ja inkuadrojmë sonte hoxhës, hoq faleminderit për kohën që të ishe dhe sonte me ne. Faleminderit, Allah shpërblet. E ne miq të dashur, miru takofshin në emisionin e radhës.